jani të shkojmë shëtitje në pyll me shkollën e djalit. Po, kishin ekskursion në pyll, shëtitje, edhe pasi e hëngra një qik shpejt me ngjezin, shpejt, nuk ishte shpejt, i hëngrëm të gjitha këto që kisha përgatit si që mund të shikoni, hëngri dhe buri nuk hëngra vetëm unëm, djali nuk para hanë më ngjes kur ikën me autobus, se ka frikë se e zë autobusi. Djali tani shkoj me autobus edhe neve të tjerët, mamat e tjera që shkuam e vullnetare, e thonë në Shqip mbase, nejse për të ndihmuar mësueset, shkuam me makinën e shoqes ime, do me thënë ishin 3 mama me makinë. Disa mama të tjera ishin brenda në autobus, ne vendosëm të shkojmë me makinë, do ishim një ditë në pyll tani, rrugës të mos ishim një qik të qeta, të merreshim qik me thashe thëme, edhe harritëm si që mund të shikoni aty të pylli, ishte shumë bukur, na bëri edhe ditë e mirë, shqyqur, se këtu në Angli tani edhe dimër edhe ditë e mirë nuk e gjenë kollajë, edhe këtu bënë disa aktivitit që kishin për të bërë, të mblidhin lule, të mblidhin meri manga, mos e pyesni, kaluam bukur, një ditë të bukur, edhe tani po kthehemi në